Ujërat e Bregdetit të Lezhës nga rana hedhur deri në Tale janë ndër më të pastrat në Shqipëri. Këtë e konfirmoi matja periodike të kryera nga institucione qendrore, të cilat dëshmojnë përcilësinë e lartë të ujit në këtë zonë. Drejtori i turizmit në Bashkinë e Lezhës, Ronaldo Gjani, thotë se rana hedhur mban rekordin për ujërat më të kristalt në vend, ndërsa sipas tij në asnjë prej zonave bregdetare të Lezhës nuk ka derdhje të ujërave të zeza në det, pasi ato trajtohen në implantet përkatëse të përpunimit. Inspektoriatet e mjedisit qendror shëngjini dhe këtë hapësia bregdetare e Lezhës ka dalur me një cilësi të mirë dhe shumë të mirë të ujit. Zona e ranës së hedhun, duke qenë se është një zonë e afërt me malin e Rrencit, dhe vetë kur ka shkëmbinj deti është më i pastër, por edhe larg zonave urbane, por edhe me ranën e trash është zonë me cilësi të ujit të shkëlqyer dhe duket te dukshmëria deri në 8-9-10 metër, që është edhe prapë shumë e mirë edhe për zhytje dhe për sportet ujore që përdoret ai zonë. Duke kaluar në pjesën e Shëngjinit, edhe pjesa e Shëngjinit ka dalë me cilësi të ujit të shumë të mirë. Këto të dhëna përforcojnë pozicionin e Bregdetit të Lezhës si nga destinacioni turistik më tërheqës dhe më të sigurta për pushuesit që kërkojnë pastërti dhe cilësi të ujit detar gjatë sezonit veror.